Përshëndetje kolegë vletar, sot jemi data 20 prill 2025. Do bëjmë një video demonstruese për juve se shoh që disa akoma nuk e din se si përdoret varromiti në këtë kohë. Flas për në vendet e ngrota. Po thuj se tani 20 prill është dhe në Tropoj, dhe në Kukës, dhe në Sarand, nuk lëviz shumë temperatura. Varromiti përdoret 4 seanca, 1, 7, 14, 21, për të kapur ciklin e të gjithë daljes morrit nga pjellja dhe përdoret me këtë mënyrë. Regjistrohet spruzzatori në formë pluhuri këtu, shikoni? 1, 2, kaq, mjafton. Spostojmë kornizën këtu, se këtu e kishim nxjerr kornizën e parë, 1, 2. Nuk behen nga lart bletët, behen në këtë formë. 1, 2. Një, 2. I bëm 3 aty, na iku dora. Dhe mund t'ju iki dora. 2 llogaritet rrugnis. Dhe nëse bie diçka më tepër, s'ka problem. Ky është bimor. 1, 2. Ja sa ko do një blet. 1, 2. Ja, tu llogaritet se neve po bëjmë video, po realisht kornizat duhet i hapi një ndihmës që çdo bletar duhet punoj me 2 veta. Nuk punohet me numër të madh bletësh. Ja kaq ishte kolegët e mi, ju përshëndes. Vetëm varromit, besoj se isha shumë i qartë në atë që demonstrova, kështu mjekon. Në qoftë se doni tani ti çoni këto kornizat në vend, ja ku i çoni nga 3 bashk, ja. I çoni në vend dhe vendosim kornizën e parë në vendin e duhur. Ja, kaq ishte. Mos ma shani kaçavitën, se atë kaçavitën ma morët më sysh edhe e humba. Këtu tani vendosim kornizën, se kemi vendosur atje atë kornizën, që është për këtu. E kemi vendosur se sot neve po ndajmë bletët. Ju përshëndes, kalofshi mirë. O Stas, i ke pas bletë këtë vit, mo? Mirë kanë qenë. Bletë janë shumë të pastra. Kam përdorur varromit. Faleminderit Festim Bashës që na ka pruar deri këtu. Dhe jemi shumë të kënaqur.